Edhe qyteti i Kavajës, njësoj si mbar bota muslimane, kremtoi sot festën e Fitër Bajramit, që në orët e para të mëngjesit, mijëra besimtarë u mblodhën në shëtitoren e bulevardit kryesor, duke krijuar një atmosferë të veçantë për kushtimi dhe bashkimi. Ceremonia u shoqërua me lutje, mesazhe besimi dhe thirrje për solidaritet. Një moment i veçantë u shënua edhe nga qëndrimi modest i kryetarit të bashkisë, i cili zgjodhi të falet mes qytetarëve si gjithmonë. Siç është bërë tashmë traditë, ceremonia nisi pas faljes namazit të sabahut, për të vijuar me lexim të Kuranit dhe tekbire kushtuar krijuesit. Më pas, muftiu i xhamisë së Letrës, në fjalën e tij drejtuar besimtarëve, ndaloi te vlerat themelore të fesë islame, duke rikujtuar rëndësinë e mesazhit hyjnor dhe udhëzimeve të para që Zoti u ka dhënë njerëzve. Emrin e Zotit tënd, i cili ka krijuar njeriu nga një pikë gjaku, Iqra wa rabbukal akram, lexo sepse me të vërtetë Zoti yt është më bujari. Ndërkohë, edhe imami i xhamisë së qendrës, Gentian Nela, u ndal te madhështia e krijimit dhe fuqia e Zotit mbi gjithësinë dhe çdo gjallësë. Gjallësat në këtë botë janë në pushtetin e Zotit. Me të vërtetë Zoti im është në rrugën e drejtë. Përderisa jam me Zotin, përderisa kam Zotin krah, Zoti do të më ruaj. Ceremonia vijoi më pas me faljen e namazit të Fitër Bajramit, ku besimtarët u bashkuan në lutje dhe falënderim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Në vijim, gjatë hutbes, muftiu i Kavajës, Besnik Leçini, theksoi rëndësinë e jetës së njeriut dhe përgjegjësinë për ta jetuar atë me vlera, duke u kujdesur që të mos shpërdoret. Ai përcolli gjithashtu urimet për festën, duke uruar paqe dhe begati për të gjitha familjet. Sot nuk ndodhen sepse janë të smur. Allahu i shëroft dhe ja lehtësoft gjendjen atyre dhe na bëft ne prej tyre që e vlerësojnë këtë mirësi që na ka dhënë i Madhi Zot. Profeti alayhis salam thot: shfrytëzojesh jetën para se me vdek, shfrytëzojesh netin para se me u smur, rinin para se me u plak, pasurin para se me u sprovu me fukarallëk dhe kohën e lirë para se me qenë i zonë. Pas përfundimit të ceremonisë, besimtarët u përqafuan me njëri tjetrin, duke lënë pas çdo hatërmbetje dhe duke ndarë gëzimin e kësaj dite të shenjtë. Festa vijoi më pas në familje, ndërsa në hollin e xhamisë së qendrës u organizua një pritje simbolike, ku u zhvilluan vizita nga qytetarë, përfaqësues të institucioneve dhe figura publike. Një moment i veçantë që tërhoqi vëmendjen ishte edhe një bisedë spontane mes besimtarëve dhe kryetarit të Bashkisë Kavajës, i cili u pyet pse nuk ishte rreshtuar në safin e parë, siç ndodh shpesh me drejtuesit vendor. Edhe pse muftiu i Kavajës, Besnik Leçini, theksoi se ishte nder për institucionin që ai të ishte në rreshtin e parë, kryebashkiaku zgjodhi të përgjigje me përulësi, duke thënë se pavarësisht detyrës që mban, ai është njësoj si çdo qytetar dhe preferon të falet aty ku është falur që në fëmijëri, pranë babait të tij. Ai zgjodhi të falej mes qytetarëve, duke dhënë një mesazh të fortë barazie dhe përulësie, një shenjë modestie dhe respekti ndaj komunitetit. Me kamerën tonë, morëm edhe urimin e kryetarit të bashkisë për gjithë besimtarët me rastin e kësaj feste. Kemi kaluar një muaj të Ramazanit mrekullueshëm, muaj i sakrificës, muaj i dinjitetit dhe muaj i veprave të mira. Sot kurorëzojmë me festën e Fitër Bajramit. Qyteti i Kavajës, më shumë se çdo qytet tjetër në Shqipëri, e feston masivisht këtë festë mrekullueshme, sepse gati 80% e qytetit ka marrë Ramazan, ka marrë agjerim, kështu që Zoti është përbleft dhe me të mirën familjet e tyre, begati, harmoni. Gjithashtu urojmë edhe gjerasin të uroj edhe bashkëkombësit tanë, bashkëqytetarët tanë që jetojnë jashtë shtetit, në Itali, Gjermani, kudo nëpër botë, të uroj edhe atyre sepse me zemër dhe shpirt janë në Kavaj, kështu që unë gjerasin të uroj gëzuar, mbarësi në familjet e tyre e përshëndet Fitër Bajramit.